Ikonës së kinematografisë shqiptare Margarita Xhepa i është dhënë lamtumira e fundit këtë të premte. Në hallin e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, miq, kolegë, bashkëpunëtor, përfaqësues të pushtetit vendor dhe qytetarë të shumt kryen homazhe pranë trupit të pajet të artistës së merituar. Në lotë dhimbje, i biri Ndriçim Xhepa tregon për dëshirat dhe projektet e lëna për gjysmë. Margarita Xhepa kishte planuar mbylljen e karrierës së saj në teatr, por gjithmonë ka mbajtur dëshirën për të realizuar një film të ri. Në skenë thoshte, ka mundësi më, edhe jo sot, po ka disa vite që e thot atë se skena do lëvizje, do këmbët kur i thonë. Kurse ke filmi prapë kishte diku një dëshirë, një ëndër prapë se mund të bënte tjetër. Roli i fundit që bëri Bolero, Vilin e pleqjve, sikur përkoi edhe me jetën, ashtu siç erdhi dhe finalja e mbylljes së jetës saj. Kolegët me të cilët ndau një jetë në skenë dhe jashtë saj shprehin dhimbjen për ikjen e aktores së njohur. E meriton Margarita Xhepa, edhe më shumë. Për mua ka qenë njëri madhnushëm edhe për popullin. Margarita nuk ka njohur në një fjalë të keqe në konceptin e saj. Ai dinte vetëm të shpërndante dashuri. Njeri i madh, nuk ishte aktore madhe, njeri i madh i jashtëzakonshëm. Margarita Xhepa, përveç se artiste në skenë, ishte mikesh dhe bashkëpunëtore të gjithë artistëve. Margarita është simbol i mirësisë, i dashurisë, i bukurisë njerëzore dhe i gjithë rrugtimi i saj i adhurueshëm profesional krijoi imazhin e gruas në të gjitha dimensionet. Ishte një bukuri e rrallë në pikpamjen e talentit, të bukurisë shpirtërore, edhe të bukurisë fizike që u bë simbol i epokës së saj. Mes duar trokitjesh, ashtu siç përfundon të çdo interpretimi i saj në skenë, aktorea u përcol drejt banesës së fundit. Deri i kombit, Margarita Xhepa ndëroi jetë mëngjesin e 3 prillit, një ditë pasi festoi 91 vjetorin si pasojë e disa problemeve pulmonare. Aktorea ka interpretuar mbi 150 role në teatr, si dhe ka realizuar 32 role në kinematografi.